Zotëri Elshana na tregon gjatë këtyre orëve ka ndodhur ndonjë incident në 4 komunat veriore të Kosovës. Që nga orët e hershme të mëngjesit, kur është bën hapja e vendvotimeve në veri të vendit, nuk kemi të inicuar ndonjë rast për hetim deri tani në këtë moment. Kemi pas disa raste të verifikimeve të ndryshme që kemi bën, si në Zubin Potok, në Leposaveç, Soçanic edhe qytete tjera, mirë po nuk kemi ndonjë rast për me theksu. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me KQZ-n edhe me prokurorinë e shtetit. Është raportuar se në pikën 0 në Vërnjak nuk është lejuar që me hy automjetet prej Serbisë në Kosovë. A janë vërtet ato lojme dhe pse ka ndodhur kjo? Këto janë disa masa të cilat ne i kemi marrë, duke marrë parasysh edhe rastet në të kaluarën, sepse këto janë zgjedhjet e treta që zhvillohen në këtë vend brenda këtij viti. Këtë vit më herët në zgjedhjet e mëhershme kemi pas informacione që njerëz të ndryshëm po vinë nëpërmjet rrugës ilegale që është ura e Brënjakut, kalojnë tek ne dhe mandej vazhdojnë në veri të vendit. Ne këto kemi ndaluar edhe atëherë, mirë po kemi ndaluar edhe tash, paraprakisht. Kjo ka qenë arsyeja për cilën ne kemi ndaluar. Mandej kemi pas koordinim me policinë kufitare sepse aty janë edhe barkat, mandej edhe kfurin. A ka pas arrestime apo të shoqëruar në polici lidhur me rastin e? Nuk kemi pas rast për me ndalu dikon, janë kthy ata njerëz nga ajo rrugë aty. Kemi pas në orët e mëngjesit një votim të organizuar, kështu me quajt, prej sheshit Car Lazar e mandej në qendrat e votimeve. Kjo ka ndodhur edhe në komuna tjera të verit vendit. Kjo ka qenë me quajt një praktik edhe herave të kaluara që është bën këtu në veri. Për këto kemi njoftuar KQZ-n edhe prokurorinë e shtetit, por nuk kemi pas rast që kemi hap. A ka pas shtim të forcave të policisë në terren apo kanë qenë si zakonisht? Do të thonë a ka pas një operacion specifik në veri? Ekziston një plan i përgjithshëm në nivel të Kosovës lidhur me zgjedhjet që po mohon sot. Mandej ne jemi pjesë atij plani, ndoshta pak me specifika pak më të ndryshme, për arsye se jemi edhe zonë kufitare me Serbinë këtu, e kemi edhe shumë rrugë ilegale. Të gjitha këto rrugë janë mbuluar nga ana policisë kufitare dhe nga njësitë e takforit, bashkëpunimin e përbashkët që kemi këtu, mandej planifikimi për regjion të caktuar për qytetet të ndryshme që janë këtu, policë të ndryshëm në rroba civile. Ne konsiderojmë që kemi numër të mjaftueshëm policëve në këtë verë në vendit. Deri tani nuk ka ndodhur asnjë incident, edhe në rast të ndodhë ne jemi këtu për me u përgjigjë.